Përshëndetje. Po shikoj në rrjetet sociale, por edhe në shkrimet që bëjnë ose komentet që bëjnë në Facebook, shumë personazhe me emra ndoshta edhe anonim apo jo, me foto anonime ose jo, të cilët janë të shqetësuar në fakt për vilën e diktatorit. Se u doqe kështu me radhë. Sot në fakt, në datën 1 mars, do të ishi shqetësuar për viktimat që ka bërë diktatori, sepse sot në 1 mars 1945 diktatori nisi burgimet dhe vrasjet politike. Në 1 mars 1945 diktatori, ai tek ajo vila aty, për ju Trushplar, për ju Llumi, ai nisi vrasjet me gjyqe dhe pa gjyqe, që nga e Bari Omari deri tek i fundit. Kështu që sot ju Llumit të kësaj shoqërie që shqetësoheni për vilën e diktatorit që është ndërtuar mbi tokën e pronarit. Ajo vila e diktatorit është ndërtuar mbi tokën e Qemal Biçakçiut dhe ai pronari do atë tokën atje. Dhe do të ishte marrë ai pronari atë tokën. Dhe jo të rrinë te vila, të rritë lloj Llumi që futet dirama atje te vila dhe i quhen artist, që bëjnë origji brenda atje te vila dhe ai i quhen artist. Ai dha atë tokën atje dhe atë vilën do ta kishte marrë pronari. Dakord? Dhe ju shqetësoni për viktimat e diktatorit dhe jo për vilën e diktatorit. Kështu që kaq njerëz, hajde tani dhe zhdukuni nga Facebooku im. Llum.